Mirdita. Si je? A jam mirë, më shëndet, mirë si u gjetëm. A mendon se flamuri, kështu si prit, si e din ti se një flamuri mund t'i ndihmoj Dollnenit në aspekt zhvillimit ekonomik, në aspekt të mbështetjes biznismenëve? Po, aty ri mbas flamurit, që si biri jem, edhe unë si baba i flamurit, mendoj se do të arrije shumë diçka për popullin jonë. Pa marrë parasysh, a jenë shqiptar, a jenë bosnjak, a jenë macedon. Ne, familja jonë, nuk dim njeri tjetrin demokratojmë apo të jemi kundër. Ne nuk dojemi talashe, pa marrë parasysh me dikant, pa marrë tëra parti është. Por, si është flamuri si gjallë? Si është flamuri si familjar? Flamuri unë i kam 2 djemë, pa marrë parasysh, edhe flamurin edhe jetoni. Por flamuri unë i njeri që nuk ka guxu deri sot fjallë e keqe thot, pa marrë parasysh. Jo vetëm unë si bab, por edhe në fshat kur del me kret fshatarët. Pa marrë parasysh në për fshatrat tjera, pa marrë parasysh. Jo këtu, po e në tanë edhe Evropën e tanë që ashtu. Njofin kret, populli, jo vetëm këtu, por shoqëni e madhe kimi e fortë si shqiptar, edhe në trojt jona, pa marrë parasysh, a Kosovë, a Shqipni, a në Gjermani, Belgjik. Për ndryshe nuk o qka... Po si biznismen është i suksesshëm, a? Ska biznismen qka mund i dale para, momentalisht. Mos e ti fort, flamuri, moje si biznismen, nuk vinë kret njerëzit për shteteve të jashme, vinë, finansojnë dhe pa marrë parasysh, a fshatet jona, shqiptare, apo bosnjake dhe macedone, aj nuk besoj se didale dikush prefekt që mundet bëhe për komunën e Dollnenit. Që mund t'ja kaloje, e? Ja kaloje, edhe shqyqër Zotit e lamdullah, besoj se 100% që flamuri do tjetë prefekti jashet i komunës Dollnenit. Flamuri, pisot, që ka marrë bas Aliametit, dherin vdekje do të rrijem bas Aliametit, edhe une. Edhe nuk guxon njeri flase për Aliametin. Kështu ta dijet se kush, pa jo edhe mas në Gjemilit, edhe këtë do të thonë. Për ndryshe... Faleminderit shumë. Ska që thëmë... Faleminderit që në pritë. Po s'ka përse. Hiq mos dilë ma shumë? Po diçka disha du thonë. Ta dini që biri jem nuk ka hy për rokë të mare. Rogën për 4 vite që ka do tjetë. Atë delan, ajo rokë do jetet për studentët. Pa marrë parasysh. A jenë shqiptar, a jenë bosnjak, a jenë macedon. Studentet e mirë, do më thush. Studentet e mirë, maj miri. Se aj maj mirit mare, qka duhet, që aj dytit mundet e mri ati mirin. Pa marrë parasysh. Po, roga dhe jetet edhe për njerës që ka nevoj me, edhe ala ma shumë, unë si bab, rrimas djalitim,